88 milion euro u zhdukën në vetëm 7 minuta. Edhe kërkush nuk e pa se si ndodhi. Që si qka u vëd në grabitje në Luvër. Në mëngjesin e një të diele në Paris, një grabitje që doket si film tronditi botën e artit. 4 hajdut hynë në galerinë Apollonit edhe morën 8 bijuteri historike, cila dikur i përkisnin familjeve mbretërore edhe perandorëve francez. Mes copave të marra ishin 7 diamanti dhe smeraldi që Napoleoni i dhuroi gruas së tij për martesë. Kur deli mbretreshës Eugenie, bashkëshortja e Napoleonit të tretë, 4.000 gur diamant. Diademi i saj gjithashtu u zhduk me 212 perla edhe 1998 diamante, edhe broshi me 94 diamant. U vëdhën edhe disa bijuteri të Marie-Louise, mbretresha e digurshme e Francës, diadem edhe qafore me 24 safir edhe 1083 diamant. Gjithsej 88 milion euro. E hajdutët u largun me shpejtësi, duke lënë pas kurorën me 1354 diamante të mbretreshës Eugenia. Pra vjedhja ishte fokusi kryesisht te bijuteritë historike, jo koleksioni i përgjithshëm i Luvrit. Ekspertët thonë se brenda pak ditëve këto bijuteri mund të jenë shkrirë, ndarë edhe kontrabanduar, duke humbur përfundimisht vlerën edhe historinë e tyre. Shumica e botës isha thjesht si bijuteri, po për Francën janë thesaret pa përsëritshme. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM në krejt platformat edhe mos harroni më na bëni subscribe në YouTube.